është lojtar që i duhet pikërisht kalibrit të tillë në një sulmues klasik skuadrës së Shkëndijës. Right! 1-0. E ky është gabimi që na ndeshkon në fund dhe nuk falin dot. Nuk falin dot. Realizon. Më i rrezikshmi. Aldin. 1-0. Në kaq minuta të kontrolluar lojën në një aksion që pak premtonte, por ja që lëshkojnë. Ky është Wright që hyri në këtë pjesë të dytë përballë drejtuesi i skuadrës. Ja tani shansi për ne. E çojmë përpara Muci Krstevski! Gol! Gol! Barazojmë! Ky është momenti edhe njerë Çfarfati Gjorgjevski realizon, jemi në barazim, është në udesh për të realizuar. Gjorgjevski realizon për 1-1. Thash, nuk të ndalimi këtu, por ky është djaloshi që sjell edhe njerë fryt dhe sjell gëzim. Në mbjeshtri, aq sa i duaj arrin që ta bëj. Vani re edhe njerë, këtu e marrim topin, kapiteni Zeinullah Shemir. Në momentin Kërstev dhe shikoni sa bukur e bën. Topi shkon drejt dhe jemi në barazim 1-1. Ky gol që e sjell ndeshjen në fillim. Një tjetër krosim në zonë, pozicioni rrezikshëm, ka shtyll, ka gol. Ka shtyll, por ka gol për fat keq. Ohora del realizon, por nuk duhet të zhgënjur. Ohora, kapitenin që zëvendëson Bellingham në fund na ndeshkon me këtë rezultat, por golin që kemi shënuar, çdo gjë do të shkojë në favorin tonë në shtëpi. Obita, krosimi i tij që shkon në thellësi aty e çon